mund të ketë ndonjë risk mbas rezolutës ose mund të ketë vëmendje të shtuar Irani aktualisht për Shqipërinë? Vetëm të lutem shumë për mbledh Taze. Nuk mendoj që kjo rezolutë ndryshon nivelin e riskut të Iranit ndaj nesh. Mendoj se Irani është duke realizuar në fakt një plan i cili duket qartë për të dëmtuar aleatët e Shtetet Bashkuara të Amerikës, për të dëmtuar ekonomikisht ata, ushtarakisht, për treguar, për të dhënë mesazhe të caktuara në atë zonë. Unë mendoj që risku ndaj sulmit ose ndaj risku i Iranit ndaj Shqipërisë është në ato nivele siç ka qenë. Dhe kjo na bën që në mënyrë absolute institucionet shqiptare të marrin të gjitha masat, sepse edhe në një dëgjes që patëm me ministrin e punëve të jashtme, kuptuam që në fakt institucionet shqiptare e quajnë si një konflikt që është shumë larg Shqipërisë, në fakt nuk është aq larg, sepse pasojat kanë filluar të ndihen në çmimin e energjisë, në çmimin e karburanteve. Janë padukshme si raketat, por institucionet shqiptare duhet bëjnë detyrën duke filluar që nga mbledhja e Këshillit të Sigurisë, që nga krijimi i njësive të posaçme për të menaxhuar situata të tilla, që nga realizimi me sukses i evakuimit të gjithë qytetarëve shqiptarë që janë në Iran apo në zonat përreth, se janë në limite. Por nuk mendoj se kjo rezolutë vetvete krijon komplikime.